Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në një tjetër episod të Tirana 360 gradë. Dhe sot do të flasim për ngjyrat e Tiranës, për kulturën, për artin. Do të kemi dy të ftuar të jashtëzakonshëm, të cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë në ngjyrat e këtij qyteti. Dhe do ta nis më një herë me të ftuarin e parë, i cili është një djalë i jashtëzakonshëm. Më duket sikur ka zbuluar edhe sekretin se si t'ja dalë që ta bëj ditën të ketë më shumë se 24 orë. Ai është piktor, skulptor, gjithashtu këngëtar, vokalist i disa bandave, gjithashtu kitarist, basist, baterist, luan ndoshta edhe në harmonik nëse jepet mundësia, astronaut po ashtu në kohë të lirë. Jam shumë e kënaqur që të kem përballë meje një mik gjithashtu shumë të shtrenjtë, sepse edhe këta të ftuar që kemi zgjedhur përveç se kontribuojnë në këto ngjyra të këtij qyteti, janë edhe bashkëbisedues shumë të mirë dhe shpresoj mos të zgënjejnë, jam e sigurt për të. Eneaziu, mirë se erdha. Mirë se gjeta, shumë faleminderit për prezantimin pak bujar. Më thënë, unë i ushtroj këto aktivitete, por kontributi im gjithsesi është, mund të themi, modest në skenën. Mund të thuash ti, po pas ti podcasti, di si do jetë? Do jetë vetëm emri e Eneaziut. Pra, modestisht, nëse ndiheni ndo pak keq me veten tuaj, është momenti të ndroni kanal, se Enea këtë ka për qëllim me gjithë këto aktivitete që bën. Si e bën fillimisht Enea? Si e më shëndet një herë? Shumë mirë. Po vjen mirë. Si arrin ta balancosh në jetën tënde kaq shumë aktivitete? Kaq shumë aktivitete në fakt janë shtrirë në shumë vite. Më thënë, unë nuk është se jam njëkohësisht i bëj gjitha brenda ditës. Më thënë, unë kam filluar të merrem me muzikë që 14-15 vjeç. Është pak vonë relativisht me si futen muzikës përgjithsisht muzikantët. Gjithashtu me pikturë kam filluar akoma më vonë. Edhe këto si aftësi fillojnë ndihmojnë pastaj njëra tjetrën. Angazhimet pastaj me bandat ndryshme më kanë bërë që duke qenë se ne nuk gjenim dot instrumentist, dhe duhet të adaptohesh të mësoje një instrument tjetër për të plotësuar ato vendet bosh nëpër banda. E kuptoj. Edhe më pastaj lindi dhe pasioni i pikturës, i cili ushqehet shumë prej muzikës. Më thënë, e kam pasur goxha të lehtë të merrem me pikturë për shkak se shumë parimet muzikës mund të aplikohen dhe në pikturë. Por për shembull me atë lloj muzike në të cilën ti lëvron, që le ti themi ti përmendim pak rrymat? Heavy metal, death metal, black metal. Unë jam marrë dhe me muzikë, si mund ta quash, ne quajmë dungeon synth, që është një lloj rrymë pak e panjohur. Po pra, se kisha dëgjuar ndonjëherë. Ngjan pak me këto kolonat zanore, pak dark. Super. Kam bërë një album. Vërtet, si quhet albumi që të mund ta Eke Brutum. Eke Brutum, po. Kam bërë gjatë pandemisë. Gjithashtu, sikur të mos mjaftojnë gjithë të gjëra që Enea bën, ka një podcast me mikun e tij, po ashtu artist, Egi Xheria, cilin e përshëndesim. Si nisi kjo, si nismë? Tempulli i Onufrit, që është dhe emri i podcastit, ka lindur nga një, mund të themi, një tip forum diskutimi që Egi ndërtoi në Akademinë e Arteve. Bukur. Me një grup studentësh, dhe unë i bashkova shumë pak më vonë. Dhe ne drejtonim disa diskutime në akademi me studentë, kolegët tanë. Më thënë që ngrinim çështjet ngjashme që tani i ngrim podcast. Atëherë ishte pak më e thjeshtë, sepse audiencën e kishim aty në sallë, edhe ishte më e prekshme. Po. Mbasi mbarum shkollën, ne sikur u mësuam dhe kishim pak nevojë që t'i mbushnim pak këto bështllëqet që nuk diskutoheshin këtu në Shqipëri në për emisione kulturore për shkak të kohës ose të fokusit që kanë televizionet, radiot. Në mënyrë që ti
të shprehesh pak gjatë, se podcasti vërtet, këtë po. t'jep avantazh që ti mund të trajtosh çështje për 1 orë, 2 orë diskutime. Edhe kështu, nuk është se kemi qenë shumë konsistent, kjo për shkak edhe të angazhimeve tjera, edhe për faktit që Egi ndodhet në Angli, por edhe për faktit që disa nga këto episodet kërkojnë shumë kërkim. E vërtet, po. Të lexojmë shumë artikuj, ndoshta edhe në libër dhe pastaj fillojmë ta shpaketojmë atë konceptin aty. Po, ndërkohë, përveç këtij podcasti, përveç këtyre disiplinave artistike që lëvron, Nea ndërkohë merret edhe me produksion, me organizim eventesh, pra më duket sikur je njeriu i duhur për të folur për ngjyrat e Tiranës, për eventet e Tiranës, dhe jam shumë kurioze, dua ta nis më një herë me një pyetje intelektuale. Si të duket skena e artit në Tiranë përgjithsisht? Po, nëse mund të përshkruash edhe nga syri i një vizitori të ri, po edhe me syrin e një artisti, siç je. Okej, bërë shumë mirë që bëre këtë ndarjen, sepse është shumë e rëndësishme. Në radh parë nga syri i një vizitori, unë do thoja që skena e Tiranës ofron mjaftueshëm material kulturor që me aq sa kërkesë ka, më thënë, publiku. Ti për shembull si një person normal që do të ushqehesh me kulturë, ke minimalisht 3 ekspozita piktura aktive gjatë gjithë kohës në Tiranë. Ke shfaqje teatri minimalisht 2, sepse ke teatrin kombëtar, ke dhe teatrin eksperimental, ke dhe teatre të tjerë më të vegjël, si përmarrje disa janë private. Ke aktivitete tjera si për shembull stand-up comedy që kanë nisur së fundi, ke live që ne organizojmë si Jam House, kemi si shtëpi prodhimi, shtëpi kulture, themi, jemi një grup informal artistësh që organizojmë evente, sjellim dhe artistë ndryshëm nga jashtë. Po ka edhe aktorë të tjerë në skenën e muzikës, si për shembull privat flas, patjetër. Tuneli që zhvillon po aktivitetet ngjashme, po në rryma tjera muzikore. E vërtet, e kemi përmendur në fakt edhe pak tek episodi i parshëm i jetës së natës, që duket si të ishte vendi adapt për çdo event të këndshëm dhe cool të momentit. Pra nga muzika elektronike, në atë underground që e mbuloni ju në pjesën më të madhe të kohës, Comedy Thursday që janë bërë tashmë shumë trendi këndshëm. Pa haruar edhe teatrin operës baletit, në fakt, ndërkohë që po rendisim, se ka pas disa evente kohët e fundit, nuk e di a i ke ndjekur, po kanë qenë të jashtëzakonshme. Nuk para ndjek shumë, me thënë drejtën, pjesën e operës, sado që unë jam shumë fansi i muzikës klasike, më thënë pëlqen të ndjek deri diku ato shfaqje që i njoh i di, domethënë. Po du të them që ka një ofertë nga skena kulturore që e tejkalon atë kërkesën e njerëzve. Kurse nga ana e artistit ka një problematik që ne prodhojmë shumë artist. Më thënë, ka shumë pak hapësirë për aq shumë artist. Llogarit po të shohësh vetëm artistët si thuash të licencuar në thonjza, që dalin nga artet, janë një numër shumë i madh. Që dalin rreth 20-30 piktorë në vit nga akademia, që ti nuk i ke në për ekspozita personale gjithë ta piktorë. Dalin 10 skulptorë nga akademia, ti këta prap nuk i ke vit për vit në ekspozita personale, duke heq pasaj muzikantët, atelierin e multimedias me videoartet ndryshme, instalacione, nuk e gjen dot gjithë mundësinë që ta zhvillojnë. Edhe një pjesë e tyre, normalisht mbas 3-4 vjetësh përpjekje, do largohen nga skena. Po ti personalisht në mes ditës tënde mbi 24 orë, ku zgjedh që
Të ushesh pakës shpirtin dhe intelektin. Cilat janë aktivitetet e tyja të preferuara në Tiranë? Unë mundohem ta diversifikoj pak, këtë nuk është se kam një caktuar. Normalisht unë zgjedh pak më shumë këtë pjesën e arteve vizuale, se në këtë moment jam më shumë i dedikuar, po është dhe më pak angazhuese. Do të thënë ti shkon një ekspozit dhe për 20 minuta e përfit. E ke marrë dozën. Po. Plus që shumica të këtyre aktiviteteve janë dhe pa pagesë, hiq disa ose me pagesa shumë të vogla. Edhe janë afër, janë brenda Unazës, i ke pothuajse të gjithë këto galerinë e Tiranës, rruga Kavajës, për shembull Galeria Fab, muzeun që tani po rikonstruktohet, ke disa galeri private, Tulla, Kalo, Zeta, ka disa galeri, domethënë, është shumë e pasur. Të cilat janë aktive gjatë gjithë kohës, siç po thoja. Po, shumica e këtyre janë aktive me momente caktuara, për shembull në Ngusht, që ka disa galeri që e bëjnë pushim, ose këto ndërprerjet ndërmjet një ekspozite dhe tjetër se duhet për të ndërtuar. Që janë të nevojshme dhe ato. Po që ka gjatë gjithë kohës aktivitete. Comedy Thursday, për shembull, është një tjetër aktivitet që është futur. Po, dhe mua më vjen shumë mirë për ta. Është dhe diçka që nuk ka qenë më përpara, është e re, si krijon atë sensacionin. E vërtet, u bën pak vite në fakt edhe nga Corner Comedy Club dhe nisma e Comedy Thursday, që komedia që nga shumë prezente në. Dhe mua më duket një mënyrë shumë e mirë gjithashtu për të marrë atë dozën ndoshta të katarsisit ose të nxitjes së mendimit kritik, plus e qeshur atë. Është shumë e përthithshme. Si formë arti, në krahasim me një opera ose në krahasim me një pikturë që ti do pak kohë të meditosh mbi atë. Aty e ke mesazhin më sade, si thon. Po, shumë më të qartë, më të prekshëm. E përthith direkt atë mësimin, ndërkohë që dhe argëtohesh, ka dhe këtë anën e argëtimit. Gjithashtu edhe aktivitetet e muzikës, këtu jam pak më përzgjedhës, për shkak të shijeve, te piktura nuk e kam këtë, mjafton të jetë ekspozit pikture. Ashtu, nuk mundohem të përzgjedh shumë, kurse te muzika kam ato kapricot e mia, du të ndjek disa artistë caktuar. E kuptoj. Për shembull, më thënë, unë nuk ndjek shumë muzikën elektronike, më thënë drejtën, megjithëse ka shumë komunitet në Shqipëri dhe ka shumë aktivitete, më thënë është shumë përpara. Unë ndjek muzikën rock, metal, jo vetëm aktivitetet që bëjmë vetë, ose grupet që vinë nga jashtë, me thënë drejtën të gjitha këto rrymat që janë aktive në Shqipëri, kanë filluar të vinë dhe artistë nga jashtë. Shumë e vërtetë. Dhe situata është pozitive, normalisht ka pak nevojë për punë, më shumë, se ne na mungojnë për shumë këto eventet e mëdha, shumë të mëdha. Po, edhe këto janë orientuar pakës tek elektronika, me thënë drejtën. Po flas te eventet që bëjmë ne, muzika rock, metal, na mungojnë eventet shumë të mëdha. Më kujtohet 2 vite më parë, në mos gaboj, kur u organizua një koncert i Apokaliptika tek amfiteatrit e Lisheni. Ke fjalën për të tilla lloj eventesh. Po, ajo është. I kemi patur prezente, po ndoshta janë në një off të vogël tani. Si këto koncerte mund të ketë 1 deri 2 në vit. Këtu rol për mua kryesor ka luajt Living Room që i ka sjellë gjithë ta artistë. Ai koncerti Apokaliptikave mund të quhet mesatar. Koncertet që bëjmë ne janë të vogla. Koncertet mëdha ka pas më pak. E vërtet është. Në fakt, edhe këtu disi po ndryshon gjërat, paktën me ç'po nu has edhe ç'po shohim në eventet e ardhshme, të cilat ju sugjerojmë që t'i shihni edhe në faqen e Bashkisë së Tiranës. Brian Adams do të jetë në Pallati Kongreseve, Modern Talking, po nuk po të pyes nëse janë në shihet tua. Brian Adams ndoshta pak më shumë. Po një ditë mbas
Bryan Adams në Shqipëri vin 1000 Mods, një Oh, wow! që do I sjellim ne me Xhemaus. Do më flasësh pakës më vonë për këtë gjë. Okay. Ndërkohë përmende dhe Muzeun Kombëtar ne, dhe më vjen të them faleminderit, se unë e di që ti ke kontribuar dhe aty në realizimin e mozaikut të Muzeut Kombëtar. Ke ndonjë informacion të restaurimit, po. Ke ndonjë informacion se kur do të hapet për publikun? Projekti ka qenë, me sa di unë, 3 ose 4 vjet. U bë tani një vit e pak që është mbyllur. Me thënë ka pak punë, po gjithsesi unë jam pak pozitivist, më mendoj që është për më mirë. Patjetër, kam përshtypjen, po ndonjë mënyrë alternative për gjërmuar historinë? Po. E për ta prekur? Është një muze, për shembull, që e shoh shpesh që rri pak si në hije dhe më vjen shumë keq se unë kam pas nga një nga muzet e preferuar gjatë periudhës akademisë, më bile shkoja e punoja aty, bëja skica. Sa interesante. Vizatoja, është muzeu arkeologjik. Po. Që ndodhet mu përballë Akademisë Arteve. Interesante. Në të Italia. Ke pasaj pjesa tjetër e muzeve janë I përkasin historisë komunizmit, si Shtëpia e Gjetheve, Bunkarti. Po, në fakt, po. Bunkarti që janë dy lokacione dhe Shtëpia e Gjetheve është një destinacion shumë I këndshëm në fakt për të prekur një epokë. Fatkeqësisht Muzeu Historik Kombëtar që ka materiale shumë të mira, edhe galeria kombëtare janë duke u restauruar. E vërtet. Edhe unë shpresoj shumë që galeria kombëtare të ndahet në 2 institucione si galeria dhe Muzeu I Arteve Figurative. Shpresoj shumë që të ndodhi. Më pëlqen shumë se dhe disa ide për të kaluar, jo vetëm fundjavën, po për gjithë ato që kemi më së shumti nevojë në përditshmërinë tonë, pas kemi goxha mundësi për të kaluar dhe bukur në Tiranë. Në 27 mars tek Tuneli, pra do të shohim Morgun live, ndërkohë që me Morgun ju edhe keni performuar në disa vende evropiane, apo jo, keni qenë në Gjermani, në Itali? Po, Rumani, Bullgari, në këtë pjesë në Ballkanit kemi bërë tur Rumani-Bullgari. Po. Kemi performuar në Shqipëri goxha herë, Kosovë. Sfundi kemi luajtur dhe në Gjermani, kemi qenë dhe në Itali në një rast. Shumë bukur, si ka qenë përvoja kështu? Besoj ndihet më mirë në Tiranë. Me thënë drejtën, hiq disa raste caktuar, për shembull në Gjermani, mu më pëlqen personalisht më shumë publiku këtu. Nuk e di pse, ndoshta është më I ngrohtë. Si eksperiencë e të luajturit, është shumë më bukur të jesh në tur. E vërtet. Si e marrë si eksperiencë totale. Po që si live teke, unë mendoj që ne nuk jemi goxha mbrapa si publik këtu në Shqipëri. Vjen shumë mirë për këtë. Edhe unë e kam vënë në fakt, e kam përjetuar atë energjinë live-eve të kësaj muzikës underground që shpresoj që të jetë edhe më shumë e pranishme. 27 mars pra tek Tuneli. Të falenderoj shumë Nea që së bashku me Morgun edhe me Xhemaus, gjitha bandat tuaja jeni ambasador tan të zhurmës. Të zhurmës së bukur në botë. Ndërkohë jam shumë kurioze të di për sa I përket skenës së artit në Tiranë. Mendon se diçka ka nevojë për më shumë vëmendje apo përmirësim? Për skenën vetvete, si di unë besoj shumë te kjo që tregu mund të rregulloj vetveten përgjithësi. Thelbi ekonomik, kështu thotë. Edhe me çfarë mund të bëjnë instancat shtetërore, mendoj që ajo që ndjej unë si artist është për artistë e rinj, bëhet fjalë gjithmonë, është pasiguria ekonomike që kanë artistët. Do të thënë do ishte shumë e bukur që për disa artistë ose për të gjithë për pak vite mbas shkollës kishe një lloj suporti ekonomik, në mënyrë që, siç po thoja, që ka një pjesë shumë të madhe artistësh që mbas 3-4 vitesh shkëputen nga arti për shkak se nuk gjejnë dot mundësi të hynë në këtë skenë, po ky është një investim disa vjeçar I humbur. E vërtet.
ai ka bërë një shkollë, ka investuar dhe pastaj nuk e ndjek më si rrugë. Më pëlqen shumë që e vendos tekstin kështu, sepse është ti e the ushqim për shpirtin, për intelektin, nuk do ndalemi për të folur për rëndësinë e artin të vetvete. Mund ndiqni tempullin e Onufrit ndërkohë për këtë, po diçka është e sigurt që është i vetmi virus që meriton të përhapet. E ne të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishe këtu dhe bëm këtë bisedë. Dhe uroj shumë shpejt që të shoh në ekspozitën tënde, sepse live ti e di që do të jem aty. Faleminderit. Tirana 360 gradë. Përshëndetje të gjithëve, vazhdojmë të jemi në episodin e 4 të Tirana 360 gradë. Sapo kemi përcjell Enean, por për të ritheksuar sërish atë skenën kulturore pakës të zhurmshme në Tiranë, do doja që të përmendje gjithashtu numërinë e gjithë aktiviteteve që janë duke u zhvilluar. Cirku i Tiranës është rikthyer, po ashtu ka disa instalacione shumë të këndshme në Tiranë. Këtu mund të përmendim dhe Ren e famshme të Fujimotos, e cila tërheq mjaft artistë të rinj, evente shumë të këndshme, dhe në mori të gjithë këtyre zhurmave të bukura dhe ngjyrave të Tiranës, rikujtojmë një vend i cili organizon disa lloj eventesh që përcjellin ëndra, përcjellin jetë, përcjellin shumë ngjyra, dhe në to mund të hasësh një mori disiplinash të ndryshme artistike, por gjithçka ka nisur nga një vend i vogël, nga një bar shumë i vogël me zemër shumë të madhe, i cili ndodhet në rrugën Konturani, dhe ne kemi përmendur këtë dhe në episodin e dytë si një destinacion që nuk duhet humbur. Jam shumë e lumtur që të kem të ftuar sot Danielën dhe Blendin, të cilët janë po ashtu pjesë e familjes së madhe të Hemingway, pjesës cilës preferoj të quaj dhe vete ndonjëherë. Mirë se erdhe Daniela. Mirë se u gjej. Shumë kënaqësi të jesh në Tirana 360 gradë. Blendi. Shumë faleminderit për ftesën, mirë se u gjetëm. Po si jeni, më shëndet, ç'a bëhet? Shumë mirë, shumë mirë. Mirë? Më duket shumë e çuditshme t'ju shoh pakës kështu si të qetë. Kam parasysh domethënë për te kamerave apo mikrofonit, ju shoh gjatë gjithë kohës duke vrapuar. E qeshura nuk mungon kurrë, kjo është një element që duhet ta përmend këtë. Kjo është faktori kryesor që neve sot jemi gjithë bashkë akoma si grup. E vërtetë. Mas 12 viteve. Unë do doja të dija se si ka nisur gjithçka me Hemingway Bar si fillim. Dhe a kishit një vizion shumë qartë se ku do shkonte? Absolutisht jo, kjo është një përgjigje shumë e sinqertë. Ja besoj. Nëse do e kishim ditur, ndoshta nuk do kishim qenë këtu. Po, e sigurt. Ndoshta do ishit trembur. Do ishim trembur, e sigurt. Ngjitur me Hemingway, kemi patur një dyqan që është akoma sot në vazhdon të jetë joni, por që është kthyer edhe në kafen e ditës, në Hemingway Day. Wow. Kemi patur biznesin të zhvilluar për vitesh, kur rastësisht lirohet vendi ngjitur ku sot është Hemingway, edhe vinë edhe na thonë, ore, çuna, me që jeni këtu, a doni ta merrni ta punoni këtë gjë? Neve shikojmë njëri tjetrin, e unë Rudi Altini, okay, me që e kemi këtu ngjitur, shohim çfarë mund të bëjmë. Po. Domethënë ishte e gjitha që neve na erdhën ingredientet edhe thanë tani do t'i gatuani. Po, a kishit shumë opsione apo bari ishte diçka që ju parafroi të treve juve? Absolutisht bari ishte. Neve shikonim dhe qortonim, unë edhe Altini disi qortonim Big Brotherin, Rudin. Po. Vllajën e madh. Që e përshëndesim. Që e përshëndesim. E qortonim pak sepse mendonim që nëse mani më në 2013 ajo rrugë ka qenë në 2012 fare kur neve kemi filluar diskutimet e para për atë vend. Ajo rrugë ka qenë totalisht errësirë. Pavarësisht se është qendra e Tiranës, 5 minuta nga sheshi i Skënderbej. Shquartur gjithmonë rruga e Mimozave sepse ka qenë nga fillimi deri në fund deri tek rrugica e Tymi që del poshtë rruga Kavajës, vetëm me mimoza, dhe këto mimozat edhe po të kishe dritë natën, nga mimozat ishte totalisht errësirë. Wow. Me pak fjalë të duke vetja si një vend të humbur aty në atë sep që ti të bëje një bar. Ideja ishte që e ndrum më vonë, tham të bëjmë një bar natë vetëm për veten tonë dhe për shoqërinë tonë, një cep të vogël, ku neve ta kemi për shefin tonë. Dhe me që ishte te jeta e natës, u bashkuam që gjithë u bëm të tre bashk me ide të vogla për hapjen e këtij bari që është gati një zyrë në metra katror, është shumë i vockël.
edhe nuk ishte absolutisht e lehtë për të kriju se qa është të kriju, po themi nga ana e arkitekturës. E vërtet, edhe logjistike nga gjitha E duket pak e gjitha. vështirë. E gjitha, sepse është bë, po themi në shumë, jo në shumë pak kohë, po në shumë kohë të gjatë. Një ditë po bëjmë diçka, një ditë po bëjmë diçka tjetër, pa idenë që hajde të bëjmë një biznes edhe të shesim. Për emrin, për ta përcaktuar, keni ndonjë lidhje emocionale me Sir Lidhje Ernest emocionale, apo me të thënë drejtën, me papën? Apo shkrimtari? lidhje me libra patjetër. Lidhje me libra patjetër. Jo më kat është bërë edhe hapja e barit kur neve nisëm në fillim bisedën, 7 marsi, sepse prindrit të dy kanë qenë arsimtarë, si mami, si babi. Shumë gjëra të lidhura bashk, pozicioni jonë ngjitur me Ministrinë e Arsimit. Është ajo energjia që ty të çonte, nuk ishte biznes. Tek dyqani ngjitur që kemi pasur atëherë i makinave që u kemi pasur me makinat, me pjesë të këmbimit, kishim vënë një hartë të madhe, globin, në mur, edhe çdo masdite kur mblidheshim grupi që pishim nga një kafe për qef, rinin edhe shkoshim, ku do shkojmë sot? Shkojmë në Haiti, ku do shkojmë sot? Shkojmë në Spanjë, në Evropë, ku do shkojmë sot? Shkojmë në Amerikë. Edhe kapnim një cep dhe vendosim, merrshim një emër. Dhe ai që na ngjiti më tepër ishte Hemingway, për shkak të karakterit tij, piedashës, me miq plot, që është një formë, po themi, e afrimitetit tonë që kemi pasur me babin, të lexuar nga babi në këtë mënyrë, edhe të parë nga babi në këtë mënyrë. Edhe babi ka qenë karakteri po me një gru. Me një zonjë grua. Me një zonjë grua. Dhe me një sens humori që Hemingway në karakterizonte, apo jo? Absolutisht. Dhe të kaloj më tej, do doja të dija Blend në momentet e para. Si ndodhi që më tej të evolonte Hemingway? Pra nga ky vendi kaq i vogël, nga kjo zyra siç thua ti. Nga kjo zyrë sekrete. Nga kjo zyrë sekrete filluan sfidat filmas 3 muesh. Vërtet? Pse? Sepse po afronte sezoni veror, patjetër që 3 vëllezër edhe rjeti shoqëror është i madh, nuk është se është i vogël. Kështu që pasta parola kur thënë italian, kalimi i fjalës është më i thjeshtë, më i lehtë nga kur je shumë që administron diçka. Neve nuk e kishim në plan për ta hapur për publikun dhe që në ditën e dytë që kemi hapur barin, kemi thënë që do ta bëjmë me membership card që këtu ta kemi sepse është ndërtuar për ta pas vetëm për veten tonë. E vërtet, sa mirë vjen që po e ndajmë këtë gjë, domethënë një herë e mirë, se ka ende njerëz që mendojnë se ka një membership card dhe është e pamundur që të bëhesh pjesë e Hemingwayt në një farë mënyrë, ndërkohë që është një ndër gjërat më të aksesueshme sa i takon të paktën edhe atyre që do flasim dhe më vonë. Në fakt membershipi ekziston. Ka ekzistuar gjithmonë. Por që dhe sot e kësaj dite, absolutisht pra vazhdon të jetë një vend i seleksionuar për shkak sepse rrethi jon ai është. Sipërfaqja nuk mban më tepër se sa aq, është e pamundur, është si të hipësh në një tek varka e Hemingway, të hipish tani gjithë kupën. Vërtet. Se merr. Katër veta mund të hypin sepse aq është sipërfaqja. Sepse nëse do kishte një mix kulturash, nuk do ishte më ai bar. Domethënë do të ishte thjesht në biznes, sikur tham, do ishte thjesht një biznes që ti do shisje dhe kaq. Koncepti nuk ishte ai, ideja nuk ishte ajo. Ndërkohë që qëllimi ka qenë komplet tjetër dhe vazhdon akoma sot e kësaj dite të jetë po njësoj. Ky komunitet filloi të zgjerohej. Duke patur këtë komunitet këto njerëz, Gretën, Danielën e të gjithë që njerëz vetëm qeshin. Që njerëz të zgjasin jetën. Atëherë, çfarë ndodh? Ndodh që fillojnë kërkesat nga vetë ju. Unë duaj që të përmendim disa nga eventet që ju keni realizuar ndër vite, disa që ende janë aktive, një pjesë shumë e madhe në mos të gjitha, dhe si mundet që nga i bari Vockël, të paktën në gjitha të rrugën Konturani, mua më kujtohet jo më larg se 2015 ose 2016 e shihja në ver, nuk më bënte më sens që ishte një vend shumë i vogël. Shihja gjithë rrugën të mbushur. Dhe ishte mbushur plot ngjyra dhe muzikë. 2014. Ka qenë festa e parë në rrugë. Që ne në aso kohë ndoshta e kemi quajtur Jazz Fest,
por nuk e kemi ditur deri ku të shkonim. do shkonte Jazz Festi dhe tradita si do vijonte. dhe si do krijohej në ndër vite festivali që Që vazhdon tashmë vazhdon të jetë një ndër eventet më të bukura në Tiranë. Patjetër që krijimi i atij cepit, koncepti i krijimit të atij cepit për të patur një komunitet tonin edhe një cep tonin të fshehur, ishte qëllimi që neve të kishim aty njerëz të mirë, muzikë të mirë dhe libra të bukur. Do të thonë që në ditën 1 po themi që është hapur ajo që është hapur lokali, që në ditën 1 është hapur me atë koncept. Muzika e selektuar, Me vërtet. pijet e selektuara. Dukshëm e bëjnë. Dhe ishin gjëra që në thojza nuk është se na kërkonin shumë mund nga ne. Mund nga ne ishte që neve ta marrim ambientin sa më të pastër në sensin që mos kishim përzierje të klienteles që nuk e ka qef atë dhe muzike, kështu që Me vërtet. sa të rish t'i shpjegosh tjetrit që në këtë bar neve bëjmë vetëm kështu lloj gjërash, është shumë e gjatë, kështu që ti krijon komunitetin tënd. Dhe pastaj secili e gjen vetë veten. Qëndron besnik. Ishte se përmende pijet, a mund të shuaj një kuriozitet, domethënë pas kaq shumë vitesh të kërkoj ndjes. Gjë që keni sa lloj rumi ndodhen te Hemingway. Qarkulloj shumë shifra. Shumë e bukur. Shumë. Ndër vite mund të kemi shëtitur në rreth 3000 3.000. lloje të ndryshme rumi, whisky, gjinesh, Etiketa. tequila, vodka, po kryesisht rumesh. Ajo është kryefjala. U çuditë tani, Shumë e se kisha çuditshme, mbetur ti do tek thuash ku i mbani, tre as shifra. vetë se dim. Çdo vit shtohen hapësira të çuditshme. Nuk e di, ju koleksiononi dhe ëndra, domethënë unë nuk fjes fare për magazinimin e pijeve. Me qenë se përmendet edhe librat, do doja të rendisja disa nga aktivitetet që kam parë të ndodhin tek Hemingway, duke nisur nga dhuro një libër, dhuro një udhëtim. Kanë qenë mbrëmje letrare, zhvilluar për ne të ndryshme, tematika të ndryshme, promovimi librave të ndryshëm nëpërmjet shkrimtarëve, ju kujtohet si event, vazhdon të ndodhe dhe sot, apo jo? Ishte edhe vjet, është viti 9. Edicioni 9, po, që lam pas. Që lam pas. Këtë Wow. vit në Nënt vite fund të rresht. dhjetorit është edicioni. Gjithmonë në prag të festave ku Të fund vitit. viten shumë njerëz, shumë miq tan, shumë njerëz që kanë jetu ose lidhur, fejuar dhe martuar në ta bar Sa Ka bukur. shumë, ka shumë. dhe kthehen në periudhën e festave në Tiranë, na gjen me këto eventet e vogla. Lindi nevoja, po edhe Lindi nevoja. duke parë se sa u zgjerua dhe i gjithë komuniteti kanë përshtypjen. Absolutisht. Ka qenë zgjedhja e duhur. Absolutisht. Tek bashkëpunimi me Retro, Bashkëpunimi me Retro ka filluar në Shkodër, mos gabofsha ka qenë hera e parë. Pastaj ka përfunduar deri në Sarandë, po kapim vetëm Shkodrën sepse Shkodra ishte një nga më të mëdhajat, një nga arsyet që neve jemi bërë pjesë edhe me Retron është sepse vetë unë personalisht jam marrë me makinat klasike po. dhe vetë unë personalisht jam marrë goxha edhe me Retron gjatë krijimit. Ku ishte në momentet e para që po krijoheshe sepse gjithë ne fakirët që kishin makina të vjetra kishin pa targa. Dhe nga këtu filloi bashkëpunimi, po themi nga hall në qef pastaj. Dhe absolutisht martesa të dyjave gjërave i ka qenë shumë e bukur midis Retros edhe muzikës që neve sjellim në Shqipëri, në Tiranë. Retro grupe që kemi sjedhur veshjet, dress code-et që i kemi detyruar pjesëmarrësit po edhe shumë njerëz të tjerë që të respektojnë, të përshtaten situatës, edhe kemi patur atë mbështetje, faleminderit gjithëve, me qëra fjala. Ajo është gjëja më e bukur që e bën jep ngjyrë çdo edicioni që neve krijojmë. Dua të kaloj në atë event që me sa duket pas ka qenë i pari që ka ndodhur, për mua është ndër të preferuarit, Jazz Fest. Atëherë filluam me cepin. Me këndin e vogël, me një stage të vogël. Vendosëm pianon nuk ka qenë aty kur është hapur Hemi. Piano është, do të thonë, nuk ka qenë kur është, po themi kur është bërë inaugurimi në mars, nuk ekzistonte pianoja. Pianon e kemi shtruar më vonë. Duke qenë pianoja prezent në stage, në një mini stage vogël që unë i dashuroj pavarësisht se është 2 metra katror. Edhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Dhe ka udhëtar nga e gjithë bota. Duke patur
njerëz nga gjithë bota që filluan të vinin që në muajin e po themi sezonin e parë veror, që neve kemi kaluar në bar. Domethënë në 13-ën është hapur ajo në mars, sezonin e parë veror ne kemi pas njerëz të huaj që vinin gjithmonë nëpërmjet connections që kishin mes njëri tjetrit, gjithmonë në rrjetin shoqëror. Vazhdojmë të jemi ai zinxhiri jon. Që vinin, shifnin pianon edhe a mund të luaj? Momentet e para kanë qenë ku vetë muzikantët kanë hypur në stage-in e vogël dhe kanë bërë muzikë, një këngë një herë një natë, një këngë një natë tjetër, dikush filloi të sjellë një kitar, dikush filloi të sjellë një instrument, dikush një tromb, dikush një saksofon. Por gjitha këto janë coposa që kanë ardhur me kalimin e kohës. Domethënë mas 3 javësh, mas një muaji, asnjë gjë nuk ka qenë organizuar. Derisa një ditë bukur, thamë do fillojmë, bëjmë live kur erdhi sezoni dimëror. Instrumentat i kemi, njerëzit i kemi nga gjithë bota. Absolutisht. Dhe filluan netët live brenda në bar. Super. Mas netëve live në bar, lindi ideja që të zgjerohemi akoma më tepër dhe të dalim jashtë të bëjmë një fest në rrugë për gjithë komunitetin tonë që erdhi momenti që nuk po e nxinte më bari. Viti i parë që neve kemi nisur me Eda Azari, Gent Rushi, Ilir Bajri, mos gabofsha nga Kosova, Keli Guga, me çunat e vet, ka qenë Emiliano Dhima, i mbakam me disa emra. Se kam keq. Po viti s'na pasardhë janë të sopë. Do të thënë kanë qenë kryesisht artistë vendas. 100% ka qenë artist vendas i parë. Okej, bukur shumë. Edhe i 10-i, kemi marrë copza nga... Po, edhe i 10-i që kemi bërë diktatorin, kemi rikthyer në skenë momentet vitit të parë. Të edicionit të parë. Po, të edicionit të parë. Unë duhet të kaloj tek Swing Marathon. Që është pikërisht siç e keni përshkruar ju. Andra në tren. Përballë teje ke Blendin që nga ana e vështirësisë teknike që ka Swing Marathon, shpresoni që bën të mundur të gjitha të projekt edhe të gjitha të tren të shkoj deri në Shkodër. Është një çmenduri vërtet për sa përket sistemit, organizimit, anës teknike, njerëzve, suportit, ndalesave, vetë Hekurudës, juve dini që neve u përfshim edhe në një aksident para 2 vitesh. Po, kam qenë aty. Qenë prezent. Po. Ti biles erdhi në momentin. Unë erdha në momentin e aksidentit, po. E bëra qëllimisht vetëm që të kapja festën. Kapja trenin. Shqyr pasi dhe dëmi, por që ndodhi, edhe janë gjëra që ndodhin në kushtet e Hekurudës që është Shqipëria, prandaj edhe po fitet për rinovimin e komplet total të Hekurudës. Por adrenalina është akoma më e bukur për sa përket udhëtimin e tren. Që ta përshkruajmë pakës, domethënë se çfarë ndodh në Swing Marathon, ne nisemi në ditën botërore të jazzit, që është përgjithsisht data 30 prill zyrtare. Ju konsideroni për herë të shtunën pranë 30 prillit apo jo? Kryesisht kemi bërë 30 prillin siç ka qenë data, edhe mes jave, edhe kemi patur ankesa, patjetër edhe nga njerëz tan, edhe nga njerëz shumë të afërt. Që çuna ju lutemi spostoni për fundjavë sepse nuk lëm dot punën, sepse 30 prilli për gjithë është ditë pune, nuk është fest. Thonë që lëndë 2 ditë sepse është 1 maj pas. Dhe jemi munduar një ditë më duket, një herë më duket e kemi spostu nga e premte, kemi bë në të shtunë. Ka qenë vitin e kaluar. Apo ka qenë vitin e fundit, po. Nga kjo morë indicën në fakt. Edhe në fakt, edhe fati ka dashur të jetë me ne se ka ndodhur që një pjesë mirë të rasteve ketë qenë në fundjavë. Ju vendosni që të rikthehemi pas në një shekull më parë, mesatarisht. Me vitin e specifikuar, sepse çdo vit neve kemi lëvizur me vitet. Kemi bërë 20-30, kemi bërë 30-40, kemi bërë 40-50. Dhe kjo është në bazë të grupeve të muzikës dhe absolutisht e detyrueshme, kur thot amerikani must, kodi i veshjes. Kodin e veshjes, patjetër në bazë të atyre viteve. Mrekullia ka arritur këto 2 vitet e fundit që ne kemi pasur pjesëmarrje, njerëz që i hipin avionit dhe vinë të thoshti ka low cost, po ata njerëz lën punën, bëjnë lëvizjet e veta për më ardh që janë të huaj. Edhe një destinacione jo fort low cost. Edhe destinacione fort low, jo, bravo. Kanë ardhur vetëm për Jazz Festin dhe na shkruajnë për Swing Marathon dhe na shkruajnë a do bëhet treni këtë vit. Në mënyrën tonë si është në Shqipëri,
që është e gjitha në old fashion, old style, edhe pjesa teknike, vintage, nuk ndodh, sepse bëjnë tram jazz nëpër Evropë, Gjermani, Austri, por janë shumë fashion. Po, janë shumë fashion, janë shumë sepse janë kushte. Më moderne, po. Është absolutisht më moderne. Kurse kjo është fiks kthimi në ato vite. Shumë bashkë me trenin. Edhe në trena funksional duhet bashkë me trenin që është akoma treni që niset joni. Naft. Kështu ama është një totalisht një tjetër ndjesi. Pra, ajo çfarë ndodh është kjo që po përshkruajmë deri tani, por shto dhe faktin që ka shumë banda po ashtu të famshme, instrumentistë, të cilët performojnë ndërkohë që treni është në lëvizje. Dhe kushdo është duke kërcyer, kushdo është duke shijuar pije shumë të mira dhe është një ëndër e vërtet. Më tej të gjithë zbresin në Shkodër, ku festa vazhdon i bashkohet vijon. Quhet maraton. Është maraton. Pikërisht për këtë arsye sepse nis në orën 10 të mëngjesit dhe përfundon pas mesnatë. Po. Çdo gjë pa diskutim që është menduar nga ne në 2-3 po. Domethënë aktiviteti i gjithëve, juji, kush është pjesëmarrës tesh në tren, fillon fillon 20 orë përpara. Se përgatitja e trenit dhe duhet të rishin në tren sepse mund çohesh nga gjumi i mëngjesit dhe si ke mos ato bokset. Është vërtet, po. Prandaj fillon 20 orë përpara. Kurse për ju fillon në ora 10 që merrni autobusin në Tiranë. Afroni për shkak se ne nuk kemi stacion treni. Po, është vërtet. Afroni tek pika më afër ku treni do niset, që edhe për si vjet akoma nuk e dim. Dhe pse ma djeg pyetjen e fundit se duhet të bezdisja pakës. Ja, po ta them që nuk e dim stacionin. Po anyway. Ne gjithmonë jemi surprizë. E di gjithmonë jemi surprizë. Fatkesisht është një nga gjërat që më pëlqen. Pyetjet janë të pafundme, a do bëhet ballo me maska, a do bëhet swing marathon, a do bëhet jazz festi, të gjitha do bëhen. Wow. Por më pëlqeu. Po në momentin e dur. Në momentin e dur. Përmende ballon me maska, Daniel. Një tjetër event, me thënë që ndodh vetëm Tiranë, vetëm prej jush. Sa vite? Është shumë misterioz. Është shumë misterioz, po është tjetër ndjesi. Po ashtu si te Swing Marathon dhe te Jazz Festin, ndoshta edhe këtu dominon pakës krahasimisht me eventet e tjera, të paktën në opinionin tim, kjo disiplina artistike dhe e baletit. Duhet theksuar fakti që duke qenë evente që kanë një numër të caktuar, të kufizuar pjesëmarrësish, njerëzish që vinë, janë kryesisht gjithmonë nga komuniteti ynë. Kështu që pas kësaj ndoshta mund të ndodhi që shumë njerëz do duan të vinë, pa diskutim që një pjesë e vogël do jenë të mirëpritur sepse pjesa më e madhe. I shkati më i shpejti Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë dhe ju uroj shumë suksese, sa më pak sfida, sa më shumë gjëra të bukura edhe për ne. Mos thuaj sa më pak sfida se na le pa punë. Jo, po them sfida nga ato që ju pengojnë, që ju lodhin. Do ritakohemi sërish edhe në eventet tuaja të radhës, edhe në Club FM që do ritakohemi. Shumë puthje për gjithë familjen tuaj të afërt të Hemingway, të cilët do doja shumë që të ishin këtu me ne sot, se më duket sikur jeni të pandashëm edhe. Do duhesh 5 orë pastaj. Sapo ndoqët Tirana 360 gradë, një podcast që mundësohet nga Bashkia Tiranë.